Qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesditës dhe ju ftojmë që të lutim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit dhe të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. E ajo ngjizi për vërtytët Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën a i hyjit lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën a i hyjit lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banojnë ndër ne. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën a i hyjit lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na i zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Një atyn të falemi Mari për shpirtrat e burgatorit, atyn që je në qiell u shetroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën a i hyjit lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepo o Zot pushimin e pasosur, dhe shndri drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyji për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, në vazhdim tani po lusim orën e mesme. Sot është e shtunë, java e 11 gjatë vitit. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hyj, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Alleluja.
Himni i orës 6. Mbreti fort hyi vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave, flakë zjarri në dëmpruzve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atë tër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Pranoje o Zot shërptorin tënd sipas dashurisë sate. Psalmi 119, pjesa 16. Veprova me drejtësi e me të drejtë. Mos më dorëzo të shpifësit e mi. Hyr dorëzan për të mirën e shërptorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shteren prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërptorin tënd sipas dashurisë sate dhe mi mëso rregularet e tua. Unë jam shërptori yt, më jep kuptim t'i njoh dëshmitë e tua. Koha është të dëftohesh, o Zot, se e prishën ligjin tënd. Oh, sa i dua urdhërimet e tua, më tepër se arin, se gurin e çmueshëm. Ndërgu t'i bëj urdhërimet e tua të gjitha, e urrej çdo udhë gënjeshtre. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. pranoje o Zot shërptorin tënd sipas dashurisë sate. Antifona e dytë. Shikojeni Zotin e do të ndriçoheni. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. E keni sprovuar se Zoti është i mirë, thot letra e parë e Pjetrit, kapitulli 2, rreshti 3, pjesa e parë. Përherë do ta bekoj Zotin, në gojen time përherë lavdi i tij. Shpirti im mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jep një lavdi Zotit. Le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thirrri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe shpëtojnë nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti. I lumaj që shpreson në të, nderojeni Zotin, ju shenjtrit e tij, si mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfëruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. shikojeni Zotin e do të ndriçoheni. Antifona e tretë. Zoti është afër atyre që janë me zemër të coptuar. Pjesa e dytë. E jani o bij e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditët të shumta për të gëzuar të mirat? Rudhe gjuhën tënde prej së keqes, gojen tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqes e bëj më të mirën. Kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët. Veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen në zemër, i shpëton shpirt për grirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti.
Zoti e ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja vet do ta vras keqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërptarëve të vet. Nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti është afër atyre që janë me zemër të coptuar. Leximi i shkurtër i orës 6. Sipas letrës drejtuar Galatazve, kapitulli 5, 26, rreshti 6. Mos të jepemi mbas lavdisë së kotë. Mos ta ngacmojmë njëri tjetrin. Mos t'ja kemi smir njëri tjetrit. Mbartni njëri tjetrit barën e kështu do ta plotësoni ligjin e Krishtit. Është bukur kur vëllezërit jetojnë së bashku. Zoti i mbush me bekimet e veta. Të lutemi, o Zot, zjarr dashurie, na dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues, patet mundësi që së bashku të lusim Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. E ne ju ftojmë që të vazhdoni të qëndroni me programet tona të Radio Maris, një zë i Krishtër në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.